Zotri Gjeloshi, edhe një ditë na dan nga muaji tetor, ku mund të themi definitivisht ka përfunduar dhe sezoni veror. Sigurisht që keni bërë edhe përmbledhjen e rezultateve të sezonit turistik 2014 dhe sigurisht na intereson sa jeni të kënaqur. Sa jemi të kënaqur, normalisht njeriu gjithmonë kërkon ma mirë dhe ma shumë, por në përgjithësi në krahasim me vitin e kaluar ose në vitet e kaluara, ky vit për ne ka qenë më i mirë dhe më i bereqetshëm. Kështu që edhe në rrethana të cilët kemi qenë gjatë muajit maj me ditë shiut, me gjitha ato problemet normalisht atmosferike gjatë muajit maj, qershor dhe korrik, ne kemi pas fatin e mirë sepse kemi pas kontrata me disa agjencione cilët e kanë plotsu këta shprastinat dhe aty në mujve. Dhe thot, edhe muji i Ramazanit ka përfundu dhe kemi pas të lirë mujin gusht, që gushti ka qenë shumë më i suksesshëm se çdo vit më herët dhe na mund të themi se ky vit ka qenë në vitet e fundit më i miri. Ka pasur ndryshime këto në strukturën e mysafirëve, keni arritur të thithni nga tregjet e ndryshme apo kemi një strukturë të njëjtë? Përqindja e madhe është struktura e njëjtë, mirë po gjatë i vit bile dhe muajin që po sa përfundon, kemi pas 3 grupa nga Gjermania dhe Austria, cilët më tepër mund të them që i kemi pas edhe një farë testit me këta agjencione se si edhe a mundet të përballohet ose a ishte musafiri i kënaqur në hotelin tonë dhe në përgjithësi në Ulqin. Përgjigjen e kemë shumë të mirë, do thotë me adaptimin dhe sanimin e disa dhomave të hotelit tonë dhe me shërbimin tonë, do thotë kemë arritur që këta musafirë të jenë të kënaqur dhe shpresojmë që do të jenë agjencitë të cilët do të vazhdojnë punën edhe gjatë muajve të pranverës, por normalisht edhe gjatë sezonit turistik. Objekti juaj punon edhe gjatë stinës së dimrit, pra është një objekt i cili nuk mshelet, nuk mshel dy veta edhe gjatë sezonit dimror. Sigurisht që keni filluar edhe me përgatitjet, po para se të kalojmë te përgatitjet gjatë sezonit dimror, na intereson, keni tani mysafir në këtë objekt, si qëndron tani situata? Patjetër që kemi, do thotë paralel mujit të ardhshëm i kemi disa agjencione dhe disa grupe të cilët do të jenë normalisht edhe individual paraqiten herë mas herët, por na ta muj i kemi ngarkuar edhe me gëzimet familjare, ato çka është edhe ma kënaqësi sa punë. Do të thotë edhe një ofertë shtesë që ofron kjo objekt. Shtesë që ofron, do të thotë gjatë muajit të ardhshëm i kemi dikon 6 deri në 7 darsma, fejesa, dhe normalisht edhe muaji i ardhshëm do të jetë i kështuar dhe i plotësuar edhe me musafirë edhe me manifestime të ndryshme, do thotë edhe kemi edhe 2 kompani, një organizat jo qeveritare dhe një kompani që do të vinë edhe në sallën e kongresit, do të thotë me trajnim dhe një kongres që kemi këtu, ashtu që do të thotë muajin e ardhshëm veç e kemi shumë mirë të rezervuar dhe të plotësuar. Ju përmendet pak parë adaptimet të cilat janë kryer sigurisht para sezonit veror. Do vazhdohet me adaptime, do të vazhdohet me riparimet të themi freski në këtë objekt? Po, do thotë kompania edhe për këtë vit ka dalë një shumë të mirë të parësh, do të vazhdohet edhe me 2 villat e ardhshme, ashtu siç kemi punu vitin e kaluar dhe kemi testuar, kemi pas rezultate shumë të mira, do thotë do shtohet një ofertë në Ulqin, do thotë me disa ndoshta ma tepër se gjysmën e kapacitetit të hotelit momentalisht do të kemi për pranverë të sanuar detajisht, do të riparuar detajisht, ku lirisht mund të them që do të arrijnë në kategorien e 4 yjesh. Kështu që kompania përveç një pjesë të apartmanëve, të cilët kanë mbetur pa u përfunduar, planifikon normalisht edhe investime tjera. Këtu do të bëhet freskimi të piscina jonë dhe me disa parking, të çka është problemi i krejt Ulqinit, do të rezervohen dhe do të punohet një pjesë për parkingun e autobusave, cilë kemi probleme në vazhdimisht çdo vit, çdo sezon, dhe ndoshta edhe me një restoran kvalitativ. Kështu që normalisht për vitin e ardhshëm, për sezonin e ardhshëm, hoteli do të ketë një ndryshim shumë të madh. Dhe me këtë sigurisht do të jemi edhe në të kënaqur dhe kompania ka vullnetin, ka dëshiren
vazhdan për plotësimin e dokumentacioneve, pret dokumenta që jo vetëm merret me këtë pjesën ekzistuese, por merret edhe me këtë çka është kryesorja që sa më parë fillon me ndërtimin e hotelit të ri. Ju pretendoni të keni tani 4 yje, të plotësohet me 4 yje, po nëse kjo ndodh, sigurisht që do të ketë luhatje në çmime? Normalisht investimet musafiri din, nëse musafiri shef me 2 yje ose me 4 yje ishte i përgatitur, o do të vinë o nuk do të vinë, ose problemi i madh ishte Ulçinit kur dalmi për panajiret ndryshme, në qoftë ata në panajiret e shteteve ish Jugoslavisë apo edhe më gjanë, se pyetja e parë është me sa yje ke hotelin, apo sa ka kapacitet qyteti juaj, se ndoshta ka një herën mundesh lidhesh me agjencionet që kanë më shumë musafir se kem ne kapacitetin, dhe nuk mundesh t'i bash 2 hotele bashkë që kanë me 4 yje, 3 ose 4 yje. Ka hotele për fat mirë, por janë hotele me numër të vogël të shtretnesh, dhe kështu që nuk munden të rangohen, dhe nëse një hotel nuk mundet një autobus të pranojmë, një 50 musafirsh në kategoriet në lartë, shumë problem. Kështu që mendoj që dal nga dal Mediterani do të dalin treg me një hotel mirë, me kategorie me 4 yje, ashtu mendoj që ishte mirë edhe për hotelin edhe për Ulçinin, sepse një ofertë më mirë dhe më bukur. Atëherë më mbetet ju falenderoj për bisedën, suksese. Faleminderit edhe juve.